Kjo I tregon gjithë. Brisi, me të drejtë tani vi te konkluzioni yt që këtu po nuk lëvizi drejtësia, shiko çfarë bëhet. Me VKM Edi Rama ka marrë përsipër edhe të thotë shqiptarëve kush do ketë pronë, kush nuk do ketë pronë, kush do bëhet I pasur, kush do mbetet I varfër. Belindi më tha një shifër 430 milion euro që I thonë gjysmë miliardi me zero bilanc të rikthyer si dëmshpërblim për shqiptarët. Çfarë ka mbetur për të thënë Bris? Ka mbetur për të thënë që ne në 2016 votuam reformë dhe ka kaluar një dekadë tashmë, pra jemi në gjendje të bëjmë një analizë. Po. Dhe sigurisht analiza nga gjithë fjala Belos unë tronditem kur gjoj gjysmë miliardi euro për këta, dollar për këta, që nuk bën asgjë. Pra në ka një trup që realisht punon është BKH-ja. Po. Kjo pranua dhe ka Klod Bravo vetë, që ta ne prokurorët të rrim presim që na sill BKH dhe japim orientim. Dhe kur vjen te orientimi I prokurorëve ndodh ajo që sapo tha Belindi në fjalën e tij, që të gjitha dosjet hetimore janë nul. Përse askujt nuk I vlen sepse këta po bëjnë nga 2 vite burg, askujt nuk I vlen. Pikërisht. Ti matësh me sa para rikthen buxhet dhe sa je në gjendje të parandalosh ti korrupsionin. Me çfarë relatoi Belindi do të thotë që këta jo vetëm që nuk kanë parandaluar asgjë, por dhe nuk kanë rikthyer asgjë në buxhetin e shtetit. Që do të thotë edhe të dosjet që ne, okay, kur ka pas dosjet mira që përmendi Klodi të sekuestrimit të aseteve kriminale, në fakt Klod edhe aty rasti kaluar që përmendi para 2 ditësh Belindi për shembull, ajo kompania Heraldi G, ai zotëria dihet të shkapur është mas arresti, çuditërisht kompania tek e cila ka ndodhur pastrimi I parave, nuk është në sekuestër dhe fiton tender si konsorcium, tender miliarda lekë. Në hundën e Spakut dhe kjo. Shumë hotele, shumë leje ndërtimi nuk sekuestrohen, dhe pse janë pjesë të dosjeve. Në hundën e Spakut dhe kjo biles me lejen e Spakut, edhe kjo. Dhe në qoftë se ne do të vazhdojmë të bëjmë zinxhirin, tani unë nuk e di, Sonila sa gazetar keni ju ati që bëni plugën, po ti ke check-upin për shembull, zonja Nushi që ka investuar për të bërë projektin e një pallati ku është babai I Ervin Matës. Pra tashmë sot, dhe unë kam ja, nuk e di sa vite bashkë të dyja kemi bërë emisione 2019-2020, që thoshin paraja e krimit të organizuar është bërë bashkë me parën e korrupsionit. Pra edhe aty ku janë këto pastrimet e dosjes që këta I kapin nga Skaja Incrociati, dhe aty ke para korrupsioni, dhe aty ke korrupsion. Se po nuk pati korrupsion ata ose veprimet jashtëligjshme të zyrtarëve të shtetit, nuk pastron dot kaq kollaj para. Po kjo pra është vën korrupsionin në funksion pastrimit të parave. Por gjithçka ndodh në hundën e Spakut. Nuk e di nëse Belindi e konfirmon këtë gjë nga analiza që ai ka bërë, por në analizën time kjo është. Belindi. Jo është çështje konfirmimi, po se ka dhe interes gazetarë të ndryshëm pyesin për aktin normativ sot se është bërë lajm 4.2 milion që u dha Kanye Westit. Nuk u bë lajm koncerti, po u bë lajm që sigurisht populli më I varfër në Europë, kryeministri I këtij populli merr 4.2 milion euro nga buxheti për spitalet, për ilaçe, për fëmijët e tjerë dhe ja çon Kanye Westit. Dhe po e konfirmoj me 80 vota pro që ta dinë qytetarët shqiptar, një abstenim dhe 6 kundër. Edi Rama sot I ka paguar zyrtarisht 4.2 milion euro, ka bler bileta për patronazhistët për koncert e Kanye Westit. Por shkonde përtej kësaj që thot zonja Shehaj, jo vetëm që këto kanë ndodhur në hundën e Spakut të gjitha këto afera, por këto kanë ndodhur gjatë periudhës që Spaku hetonte këta zyrtar, hetonte këto dosje dhe zyrtarisht sot Spaku është alibia për gjitha këto vjedhje, sepse këto janë vjedhje të certifikuara nga Spaku. Pra, kur Edi Rama sot paraqitet edhe ke institucione ndërkombëtare, thotë këta më akuzon mua opozita, po ja ku I keni gjithë dosjet, ka hetuar Spaku inseneratorët.